Dashmiq, përshëndetje, sot në temën e kemi ftuar një figurë jashtëzakonisht të dashur, të pëlqyer nga publiku, por ama edhe një figurë e cila ndes debat kudo që shkon, polemika. Gjithsesi, jam e bindur që të gjithë ja respektojnë dhe ja vlerësojnë shumë mendimin. I ka deklaratat e forta, por i ka të vërteta, të sinqerta dhe që i zënë shumë vend. Unë jam e bindur që e dini se për kë po flas, është Roberta Liaj sot me ne i ftuar këtu në temën e dy CNN. Berti, faleminderit shumë që erdhe. Kënaqësi, faleminderit që më ftove. Je një figurë plot me kundërshti, një figurë kontradiktore, poliandrike, të gjitha epitetet mund t'i vendos, po je edhe një artist i madh. Shpesh njerëzit nga që mendojnë të këty aktivistin, njeriu në debatit, njeriu që thot gjithmonë mendimin e vet, harrojnë artistin, sepse Berta Liaj kështu e kemi njohur. Këngëtari, piktori, regjizori, edhe gjithashtu edhe organizatori prej 16 vjetësh që një festivali shumë të rëndësishëm të filmit shqiptar. 40 vjetar shqipa. Prezantimi gjatë, po e meriton, akoma si kam thënë gjitha për ty. Absolutisht është një kontribut, është një festival që fokus ka promovimin e artistëve të rinj, e kinezëve të rinj. Jo vetëm studentëve, por kinezëve që janë të konfirmuar dhe që nuk është dhënë shansi të prezantohen. Është një festival që të çon ka një kurbë deri në festivalin e Cannes. Mënyra se si ai ndërtohet, mënyra se si regjizorët vinë të konkurrojnë, të realizojnë filmin e tyre brenda 2 ditëve, 48 orëve. Është shumë e veçantë, është shumë i lezetshëm. Ka një përqasje shumë kontemporane. Në hedhjen e shortit, aty njihen me temën, aty njihen me personazhet, me një frazë filmike, dhe kjo është për të bërë të mundur kontrollin që filmi u bë atë weekend. Pra ata janë të detyruar me bëj filmin aty sepse pa këto element, edhe Tirana si qytet, skualifikohen. Domethënë një film i bërë pak më parë nuk vlen. Cilat kanë qenë disa nga temat më interesante që janë trajtuar gjatë këtyre viteve, pra sem për filmat dhe temat e saktuara që janë dhënë, ato që kanë goditur më tepër, edhe kanë nxjerrë filma më të mirë. Po, në 16 vjet festivali pasqyron realitetin. Tematika kryesore ka qenë problematika e atij momenti. Çfarë ka ndodhur në Shqipëri atë moment? Shumë probleme sociale dhe politike, konflikte që kemi pas gjatë gjithë këtyre viteve. I kemi trajtuar në atë festival dhe janë bërë filma të paimagjinueshëm të bukur. Ka pas të gjitha kategoritë e niveleve profesionale, po është një festival që është për profesionistë. Gjithmonë kam dashur që edhe vetë të marr pjesë, por nuk kam guxuar. Nuk kam guxuar për shkak, po, jam ftuar speciale gjithmonë. Kjo sepse ne të dy njihemi prej vitesh apo jo, që në kohën kur merrnim pjesë tek spektakli Gjeniu i vogël, një kohë, një shkollë asaj kohe për të gjithë talentet e rinj. Absolutisht. Dhe ti ke shumë kontribut në jurinë atij festivali. Ishte një emision që të jepte mundësinë të kontribuojë. E para një që unë sfidova sepse ke të bësh me fëmijët edhe marrëdhënie me fëmijët ka disa standarde të tjera komunikimi, nuk është ajo që bëjmë me të gjithë, po megjithatë duhet të vendosë një standard komunikimi edhe për prindërit të kuptojnë që fëmia nuk bëhet artist se do prindri nga presioni, gjithë sepse kishin këto fenomene mban mend. Edhe këto në gjithë botën, prindit i shtyn fëmijët është gjë e keqe shumë. Fëmijët duhet të gjejnë rrugën e vet edhe të shprehen vet në mënyrë organike. Gjeta një klimat që edhe është akoma, me thënë vërtetën, që ka shumë komplimente, ka shumë vjellje, ka shumë sheqer. Ti je më i mirë, kështu për të bërë, you are cool, për të bërë njerëz interesant, nuk është shumë interesant. Interesant është kur ti je i vërtet, kur ti thuhet që ti je shumë fëmijë i bukur, shumë fëmijë i mirë, je shumë i sjellshëm, je shumë i mençur, po ti nuk bëhesh këngëtar. Ti mund të bësh avokat. Pra nuk është fundi botës, kupton? E kuptoj. Edhe kjo gjë ishte.